Obligim është me marrë dikon me arzu shpinë, dikujna me qitë për shpija. A ja vlen me lëshu tokën për banesa? Ta tham të drejton, nuk është letë. Autot që në fillim? Po që nësë në tut me dalë për shpija me mjetë cakak. Sa metra katror të kanë në ratu? Kjo kompani, për pas që na ka ndërtu mirë, na ka këthy në banesa tona mirë, na ka dalin fjallë mirë, na ka këthy fletat proceduse mrena në fonde rekorde. Dy sene kanë qenë. Një nuk musha me gjithë hapsin cilin e kërkojsha vetë. Edhe e dyta ka qenë shumë e rëndësi fleta poseduse. Gjithkush që blenë të pozhegu, e merë fletën poseduse në fund. Ndo këtë krejt shqiptarët, na e kena ondër me kalu me ardhë banesat ndërtimi ka toka jonë. Unë e te për mëte, jom të dosh me bu një historie me një personi cili e ka lëshu tokën për banesa, mja bot 2-3 pytje që jenë me interes tonin krejtve. Normalisht erdha të zyret e pozhegut, edhe i pyta këta me ma gjetë një lidhje me dikën, une u takova para prakisht, përshëndetje, u takova para prakisht me Naim Muratin. Naim, qysh je? A je mirë? Qysh po kalan? Mirë, faleminderit. Naim, jo jeni një prej personave, po mdoket prej të parve që e keni lëshu tokën për banesa. Njëre prej pranarëve tokës, po fillimi ka qenë. Cilin vetë, se ka gjama ti? Nëse nuk gaboj ka qenë dikun 2009. 2009? Okej, ti e kishe pas tokën qëto, a? Po, mbrapa kësaj shtëpisë, këto ka qenë kjo këshia jeme ka qenë, mbrapa kësaj shtëpisë këtu. Kena pas shtëpinë. Që kjo ndërtesë është ndërtu realisht në tokën tone? Një pjesë në tokën time. Në trollin tim, po. E qysh funksionoj që ajo e morë parasysh se për një me fillime, tash t'i e ki ma letë, për shkak se ndërtime ko gjithandej, mirë po 2009... Ta sho bo trend, atër në 2009 në taku me këta projekt, rastësisht në taku me Shefqetin, vllahun e Qemalit, edhe të bisedu, hapë unë jam interesum për ndërtim, na jem, hajde, u morëm vesh edhe ja dham me 2 këshit mitë, një herë vetëm me 2 këshit mitë, edhe ta tham të drejton, nuk është letë. Autot që në fillim? Po që nësë në tut me dalë për shpijë me mjetë cakak. A lëshuve shpinë, do me thonë shpinë ku keni jetu jo? Ja, po shpinë dhe ku kisha jetu, ne do e kemu rënu shpija ime. Edhe ati këshis tjetër, do më u dash kemu rënu, për mujtë këta me bon ndërtimin. Mirë, po na në 2009 e bom kontratën, të nej, dhe sa bo projekti dëor, projekti general, dhe sa bo mur leja ndërtimit, atër fillon, me qenë se edhe këta, i kuptoj se obligim është me marrë dikon me arzu shpinë, dikujna me qitë për shpija. Po, ta nej mirë, po, patëm fatin që seriosisht ta si kompani e morën edhe një obligim se me na strehu. Po. Më na i kompenzu një qira. Mja u pagu qiron deri so... Ajo është një ndihme madhe të se ta marrë dikon ta strehajsh, t'ja pagujsh një qirati se do mund veç ja ke bon një zidhje përkashme deri sa t'i kthehet në objet. Po patëm fatin këta djelt punun shpejt, punun mirë, e morën lejen, fillun ndërtimet, mrena 18 mujve i na kthym banesat tona. Sa metra katror të kanë në ratu, ja të kujtohet? Po, dikun 360, mos më merë 360 do t'jem ta metra, nuk i di sakt. Po, s'është me rëndësi sa sakt, e ti, a i more tani, so banesat të ro... Po, unë i mora një ndava do më banesat 2 mëdha, 2 vogla, kështu si i mora. Okej, a i ki halo, a i ke shit. Qka bën njeri me këto banesat, për shambull, që... Jo, se... Qka rekomandën ti? Po jo, ndërtom se ndëgjom se ajo shtëpi shambull për morëm unë e kom rënu një shtëpi 260 metër katror. A këta në katë me do mund një shtëpi me nxemje qendrore me të nasenet, mirë po, jo, kam djemt, s'kam nevoj mi shit, i shfrytëzojnë djemt, shfrytëzoj, jo në shto. Ky kojshia se pas ka lëshu heq? S'ka dash, ky jeton në Gjermani, sa interesu me shru. Do me jetu mi dës qytetit, që kaj kemi atë tjetërën kështi, do me jetu mi dës qytetit, bës, do me jetu në banes. E vërtet, po mundet me qenë problematike kur vinë shumë ndërtime, mas nej, për rreth. Po qëre, të na është një thonje popullore, thohet, mos u doj. Mos u doj se eventualisht. Mos u doj për këshive. Do mund ka njerë, do mund që tane i këtu kanë qenë dikur 22 shpi ku kena dhonë për ndërtim tane këshite, mi kejte kanë dhonë do mund për ndërtim. Asë një si ndo, u kriju një ven i bukur, një komunitet i bukur, me qenë se në këta projekte ka ndërtu, keme një hapësirë për parë që begit madhe, unë me vrejt mbrapa këti objekte, se jena me objektin pjesën A dhe pjesën B, dhe mund projektet ku jenë parë që begit mëdhaja, unë i tash me njëzu edhe me pa,
Sa të përfundohen edhe kjo objekti poshtë do të bëhet një park, po mendoj shumë i bukur. A ja vlen me lëshu tokën për banesa, ajo? Ndëgjëm, kur vjen qyteti mu zhënu, na dojtë ta kuptojmë që në Kosova ka qenë e pazhvillume. Edhe kur vjen qyteti mu zhëru, do është më bashkëpunu me komunitet. Është mirë me bashkëpunu se ja vlen edhe financiarisht, po ja vlen edhe mu bukur diçka bukur. Do më nëse a prap donë me dalë me jetu në periferi, ki e hapsirë. Ja, sa dush, ja qytetit, apo kuptan. Do më nuk... Unë nuk e shoh arsysh me pse mas me më punë. Okej. E në atë kohë kur e ke jepti sa u kom përqindja bashkëpjesëmarrjes. Po mendon përqindja. Përqindja, po. Po diku ka qenë rreth 30-ve. 30, a? Po. Naim, s'po të mojën e ma shumë, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë. Që pranove me u intervistu se kesh kurashtor. Pranoj se kjo firmë, kjo kompani, për pas që na ka ndërtu mirë, na ka kthy në banesa tona mirë, na ka dalin fjallë mirë, na ka kthy fletat proceduse mbrana në fonde rekorde. Mbrana 7 viteve kena marrë fletat proceduse. Kejt të banesa që pishen me fletat proceduse. Që e esenciale. Ose esenciale që është të registrum, edhe nas nuk kena bojt gale për këtë punë. Plus janë kompani seriozisht që mundesh edhe sot mas 16 vjetë bashkëpunojnë, na thirrin, sugjerime, nuk bojnë sen pa neve, do qipat dyrëve të garazh na kanë thirrë, çfarë pi doni? Doni mu qel vet me kerr kur të vinë, doni mu qel me cipa, çush po ju kanë në juve, gjithçka është transparente se na kena pas qasje si pronorët të tokës, kena pas qasje prej temelit të nkullim çdo herë na kanë thirrë. Keni dëshim, kena pas drejt, do më na i ka dhonat mundësinë. Edhe sot, me shku në zyre, me pas një problem, ta zgjidhin problemin, edhe sepse se kanë obligim, se janë 16 vjetë kanë kalu. Por, janë dalin fjallës. I krah, do me thonë. I krah, absolut, e llogares në ta menherë, jo veçun. Po çdo banor, me shku me kajt një halë të derë të kanë një problem, më nuhën me ta bo zgjidhin, edhe ta bojnë zgjidhin. Okej, Naim, edhe një herë të falenderoj shumë, kalofsh mirë. Hajde, tëngë, respekt. Njerëz, lutën e inshallah vjen Pozhegu Brothers me ja u lyp tokën për ndërtim. Do me thonë bos të asoj që na thonë Naimi, definitivisht ja vlen. Që tash kena me shku te Garden Buildings, kompleksi mes Muharrem Fejzës edhe rrugës C, i ndërtum prej Pozhegu Brothers edhe e kena loni takim me të, se aj po jetoj ke aty edhe me na kallëzu paka shumë sa është i knaqen, vetë sa kish ble banes. Në fakt, jo që ta është frek, po që një vjet, 2 vjet, më tha që ka ble banes, thasha, më nësh me na fol pak, me na kallëzu rreth detajeve, sa je i knaqen me materialin ndërtimore, këto gjanat, që ta është i po shkojnë apo takohëm me Ilir Dedën në Garden Buildings. Qish ke kalu? Që, te? Qa po vjen mirë që po t'njoftoja. Po bre, apo më përcjell njëre? Qysh jo? Për nime? Po valoj. Apo të pëlqen kontenti? A ma shumë këto me problematika komunale, a këto të muzikës? Dyja. Po dyjat nevojshme? Dorën zamër. Ilir, ti jeton qëto, a? Qatje? Garden Buildings. Te Pozhegu Brothers, do me thonë, qka të shtyti me... Garden Buildings e ka emnina? Po, as për disha asa emrin, do me thonë, që ki kalzën sa jetë i këtë këto. A jeton këto, a shumicën e kohës? Këto jam. Okej, kur e ke ble banesën këto? Në 2024-ën, 2 mujtë masi që jëmë këthy pri Sarajevës. Apo, në Sarajev, je kona? 5 vjetë këmë qenë gati. Ime, a? Yes. E qka të shtyti me ardhë në Kosovë më këthy prapë? Se s'na pas laro, s'na pas laro me kafe. Po, këto si e muhabete për kamerë. E qka të shtyti bashkë të Pozhegu Brothers të e morë parasysh që i ki me qindra, 10-ra? Une, mas pari kom këshyrë shumë, edhe nuk mu isha 2 sene kanë qenë. Një, nuk mu isha me gjithë hapsin cilin e kërkojsha vetë. Edhe e dyta ka qenë shumë e rëndësi fleta poseduse. Në Prishtinë o shumë problem fletat poseduse. Shmica nuk ishin. E Pozhegu, gjithkush që blenë të Pozhegu, e merë fletën poseduse në fund. Kërë që për mu që ajo ka qenë me rëndësi. Edhe ma ne me pjë 10 vjetën kredi njejt, ajo së konë fort qef, po e kom bo si krejt njerës të tjerë. Me të pytën e qëta është dhe ty i lera, ma këshe rekomandu, po du me ble banes. A ma këshe rekomandu... Tu e ditë qëfar problemi kemi nam Prishtinë me qëto fletat poseduse, edhe
Po Zhegu e ka kvalitetin e ndërtimit shumë të mirë. Ajo, do më dhënë, dihet në Prishtinë, cilët e kanë kvalitetin e mirë dhe cilët e nështë a ka ankesa. Po për mu ka qenë shumë e rëndësi fleta poseduese. Nuk kom dasht me me marrë banes, me hy në kredi edhe në fund me mu anku si shumica e njerëzve cilët janë në banes atyne, për cilat nuk janë tyne sepse nuk e kanë fletën poseduese. Fleta poseduese ka qenë kështu esenciale. Ndër pikat, ndër të parat, faktikisht. Pikat e parat cilat për mu kanë qenë shumë e rëndësi. Ilir, të falenderoj shumë, kalosh sa ma mirë.